Nuk kam pas studin e parë, kam pas mbutrum të shtëpis. Edhe nuk ka qenë as studi domon, ka qenë më pa të mbot shtëpis si tip dhoma, sa me nejt. Por 100 njerë. Ai zuar. Marrë mirë isha. O mirë, se nga haja do ta nisësh fillimisht për ta avancu. Atë mos ka posha e kemi hap në 2020-ën, në janar 2020-ës. Atë kemi pasa bokse kështu, bokse kineze, 70.000 lek bokse. Edhe për studin që ja hapëm që e rekonstruktuam edhe bëm tamam studie profesionale me gjitha pajiset, u bëm i vit e gjys gati që e bëm. Tash ti në studio punon vetëm materialet e tuaja ke po për vete, në total domethënë që e ke vesh për produksionet e tuaja, apo punon edhe me artistia? Mirë, punim edhe me të tjerë. E kemi biznes. Jo, kjo është super. Shumë mirë. Domethënë në këto zhanre apo Që në klientit. Klientë si kove të hunit tani është shumë dancehallit, edhe me ato bide merret, edhe po përpiqemi ta fusim çik si zhanre që t'ja influencë. Ajo është dinamike, të bën të kërcesh. Edhe ti jep mundësi domethënë ta bësh në të gjitha variacionet e zhanrave. Ja thonë që të përdorësh linjën e dancehallit, se mund ta bësh edhe rrotulla. Kitara, shara, gjëra, domethënë ke mundësi ta adaptosh. Po jo, super. Kjo është goxha me interes. Po kthehemi edhe herë shpar, më the ke bashkëpunim të ri me atë këngëtari. Tuja dhe emrin aty. Miki Overload. Super. A shqiptar është amerikan? Është nga Jamaica. Të keqen. Po jeton në New York. Ai ka flokët ashtu me rica? I ka? Ai që ka bumi ke klipi. Ai që ka bumi ke klipi. Bashkëpunim tjetër? Bashkëpunim tjetër kam edhe me Anjezën, me motrën e Kensit. Është i bashkëpunim që edhe këtë nuk e kam nxjerr. Po që kam edhe jam duke punu edhe me ca bashkëpunime të tjera me gjithë ca lidhje se gjumë. Shi do shoh. Mirë. Këto bashkëpunimet janë me shumë interes faktikisht se ke mundësi ta ndërtosh diçka të re kur je dyshe e lëviz mbas stilit. Po me koncertet. Kam performuar në koncerte, në klube, festivale. Super fare. Kam qenë. Me këngë magjike? Doja të futesha, po me thënë drejtën në nove se si shagade. Edhe nuk e di thjesht e la. Shiko, ti po fute ke për herë të parë në këngë magjike. Ky që arditi normalisht do të fusi tek artistat e ri. Të kuptoj drejt kur thu që nuk jam gati, shiko zhani dancehallit ti e din shumë mirë, është goxha i vështirë ta orientosh, ta kënosh dhe pastaj ta performosh në live. Sepse ka mbushje, ka zëra, ka këto, ka ato që është pak problem të dalësh shumë shiheto në këngë magjike. Dalë shumë i thellë. Sepse është aty duhet të gjitha, domethënë del primar ti dhe duhet ta kesh materialin të plotësuar me back vokale me çdo gjë. Edhe janë ca kritere që arditi nuk i ka ke pjesa e live-it. Edhe ke shumë drejt që ajo është pak vështirë, po